Nesër në Kosovë, në pranitë e kryeministrit Albin Kurti, pritet që të finalizohet shkrirja e koalicionit Vlen në një parti. Kështu i thuhet televizionit Koha nga burimet e tij, të cilat gjithashtu konfirmojnë se subjekti politik Vlen do të ketë 2 kryetar, edhe atë Izet Megjitin dhe Bilal Kasamin, ndërsa partive tjera do jepen 2 nënkryetar dhe një sekretar i përgjithshëm. Megjithatë, kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami nuk pranon e as nuk i mohon këto informacione, por thotë se zgjidhja e çështjes së shkrirjes së Vlenit në një parti është punë ditësh. Ai thotë se takimet me qëllim shterjen e debatit kanë qenë të shpeshta dhe kanë dhënë rezultat. Ne kemi takime të përditshme, zhvillimet janë pozitive, besoj që shumë shpejt, shpresoj që edhe brenda kësaj jave të kemi një dakordim për atë se si do të vazhdojmë me tutje Vleni. Vonesa sipas tij ka ardhur shkak i konsultimeve dhe marrjes së mendimeve nga të gjitha subjektet politike që janë brenda Vlenit. Tash unë nuk mund të jap data sepse nuk jam i vetëm që vendos, pra bëhet fjalë për shumë faktorë politik, me të cilët jemi në përmbledhje të disa dilemave të cilat kanë ekzistuar rreth propozimit që është dhënë për funksionimin e Vlenit, që unë besoj që edhe një herë shumë shpejt dhe përsëris pra shpresoj që brenda kësaj jave të dalim edhe me një qëndrim të përbashkët se do të vazhdojmë më tutje bashkë si Vlen. Koalicioni Vlen filloi që të diskuton shkrirjen e një subjekt të vetëm menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, kurse bashku me ta ishte atë botë edhe Arben Taravari. I gjithë procesi mësohet të ketë kaluar me shumë mospajtimi dhe sfida, por që në fund si duket po jep rezultat. Kujtojmë që së fundmi problemi kyç ishte Arben Fetau, i cili këmbgulte në modalitetin e kryetarit me rotacion çdo një vit, gjë që partitë më të mëdha nuk janë pajtuar. Pas shka, pësoi edhe një përçarje re në Alancën për shqiptarët që është pjesë e qeverisë, ku Azir Aliu i doli kundër Fetait dhe i hapi krahët idesë së shkrirjes së Vlen pa postin e kryetarit.